një ngushticë midis ligjit dhe pushtetit. Dileme e Hormuzit, të drejtat e tranzitit ose kontrolli territorial. Në jug të Iranit, ku ujërat e Gjirit Persik arrin në Oqeanin e Hapur, ekziston një rripuj që është ndoshta më i rëndësishëm se çdo fushë betejë. Ngushtica e Hormuzit, një kalim nëpër të cilin sipas vlerësimeve të institucioneve si Administrata e Informacionit të Energjisë në Amerikë, kalon çdo ditë një pjesë e konsiderueshme naftës botërore. Jo thjesht një rrugë, por arterie jetike e ekonomisë globale. Por javën e fundit kjo ngushticë është hequr sërish nga hartat e energjisë. Kriza e sigurisë janë kthyer në kryefjalë. Pas tensioneve dhe konflikteve të drejtpërdrejta midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, dëgjohet sërish emri Hormuzit, këtë herë jo vetëm si rrugë, por si mjet. Një mjet mes luftës, ekonomisë dhe ligjit. Dhe tani një pyetje e vjetër është ringjall. A është e mundur të paguhet për kalimin nëpër këtë ngushticë? Këtu shtrohet pyetja themelore. A ka të drejtë Irani të aplikojë tarifa të tilla, të ngjashme me tarifat e vendosura në kanalet ndërkombëtare, për sa i përket ligjit ndërkombëtar, apo është ngushtica e Hormuzit në tel një ngushticë ndërkombëtare, që asnjë qeveri nuk mund të vendosë masa sovrane si tarifa apo kufizime? The Strait of Hormuz remains effectively closed by Iran. That's having a major impact on the global economy as it's a vital corridor for oil, gas and a huge range of other materials. Statusi ligjor i ngushticave dhe kanaleve në bar botën, në lidhje me tarifat dhe parametrat. Në thelb ndryshon në varësi të faktit, sepse nëse rruga ujërore është një ngushticë natyrore apo një kanal artificial. Kanale të tilla si kanali i Suezit ose kanali i Panamas janë rrugë ujore të krijuara nga njeriu që drejtohen nga shteti pronar ose një administratë përbashkët. Në këto kanale është një gjë standarde dhe e pranuar mbledhje e tarifave për të kompensuar kostot e ndërtimit, mirëmbajtjes dhe funksionimit. Për shembull, në kanalin e Panamas të gjithë anijet paguajnë tarifa në bazë të tonazhit, llojit dhe ngarkesës së tyre. Dhe në kanalin e Suezit këto tarifa përcaktohen në bazë të treguesit specifik si tonazhi neto dhe lloji i anijes. Nga ana tjetër, ngushticat natyrore përgjithsisht rregullohen nga e drejta ndërkombëtare e detit dhe veçanërisht Konventa e vitit 1982 mbi të drejtën e detit. Sipas këtij kuadrit ndalohet vendosja e tarifave apo pagesave vetëm për tranzit. Ngushticat ndërkombëtare janë rrugët ujore natyrore që përdoren për lundrimin ndërkombëtar, midis dy pjesëve të detit të hapur ose zonave ekskluzive ekonomike. Dhe sipas neneve 34 deri në 45 të kësaj konvente, ato kanë të drejtën e kalimit tranzit. Megjithatë, pika e rëndësishme është se pavarësisht në shkrimit të kësaj konvente, Irani dhe Shtetet Bashkuara nuk e kanë ratifikuar atë. Irani madje ka refuzuar disa pjesë të tij, përfshirë regjimin e tranzitit. Në vend të kësaj, Irani thërret në një kuadër tjetër ligjor. Rrugë e padënshme bazuar në këtë pikpamje Irani në ujërat e tij territoriale. Ai rezervon të drejtën për të ushtruar kontrollin, për të rregulluar trafikun, madje edhe për të vendosur kushte, duke përfshirë ndërlikimet e mundshme. Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Of course, many of them prefer not because of their security concerns. This has nothing to do with us. Kjo qasje I ka rënjët në Konventën e Gjenevës të vitit 1958 dhe në procedura të tilla si rasti I kanalit të Korfusit, të cilat u lejojnë shteteve brendëtare të vendosin kushte për kalimin për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe mjedisin.
Konventa e Gjenevës e vitin 1958 mbi detin territorial përcaktoi një koncept të quajtur kalimi pafajshëm. Një kalim që duhet të jetë jo kërcënues, jo shkatërrues dhe me përputhje me sigurinë e shtetit bregdetar. Por ky nuk ishte vetëm një përkufizim i thjeshtë. Ky koncept i dha shtetit bregdetar një mjet të drejtën për të përcaktuar nëse një kalim ishte vërtet i pafajshëm apo jo. Dhe nëse nuk ishte, ata kishin të drejtë të reagonin. Kështu nga këto procedura doli një logjik. Kalimi është i lirë, por jo i pakufizuar. Shteti bregdetar mund të monitorojë, mund të vendosë kushte për kalime me rrezik të lartë, të tilla si anijet ushtarake, ose ato që transportojnë materiale të rrezikshme. Mund të kërkojë koordinim dhe madje në rrethana të caktuara të vendosë kufizime për të mbrojtur sigurinë kombëtare ose mjedise. Në këtë kodeks, kalimi nuk është vetëm një lëvizje fizike, por një marrëdhënie ligjore midis lirisë së deteve dhe sovranitetit të shteteve. Qëndrimi i Iranit është si një vend që nuk është palë në konventën e vitit 1982, nuk është i detyruar të zbatojë regjimin e kalimit tranzit. Irani ka deklaruar se ky regjim është një marrëveshje me kontratë midis palëve dhe jo një rregull zakonor i detyrueshëm. ببینید ما عضو کمیسیون حقوق دریا 1982 نیستیم و این تنگه هم ضرورتا نمیشه مقایسه کرد با سایر آبراهای بین‌المللی. شرایط خاص خودش رو داره، خصوصا اتفاقاتی که در این یک ماه افتاد خب نشون میده که ما برای اطمینان از تردد ایمن و امن شناورها باید مجموعه تدابیر رو اتخاذ بکنیم. این فقط در رابطه با حفظ امنیت ملی ایران به عنوان کشور ساحلی نیست. Prandaj Irani konsideron veten të drejtë të rregullojë kalimin brenda kornizës së ligjit të brendshëm dhe madje të kërkojë për kalim të sigurt ose shërbime sigurie. Në fund të fundit, ngushtica e Hormuzit nuk është vetëm një rrugë ujore, është një pikë kryqëzimi midis ligjit, pushtetit dhe interpretimit. Dhe pas disa viteve të kompromisit dhe sigurimit të kalimit të gjitha vendeve në botë, madje edhe atyre që e kishin sankcionuar Iranin për dekada, Irani tani ka vendosur të ushtrojë të drejtën e tij natyrore dhe të zbatojë një plan gjithëpërfshirës në bashkëpunimin me Omanin për rregulla të reja të kalimit nëpër këtë ngushtisë strategjike. Kontrolli dhe menaxhimi që është e natyrshme, nuk u pëlqejnë fuqive hegemoniste.